Ditën e dieshme është ndarë nga jeta këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi. Për të folur mbi rrethanat e ngjarjes, kam të ftuar në një lidhje direkte nga Kosova Faton Mehmeti. Zoti Mehmeti, faleminderit shumë për intervistën. Shëndetje. Zoti Mehmeti, a mund na thoni se mbi ç'rrethana rrethana ka ndodhur ngjarja ku mbeti i vdekur Shpat Kasapi? Fillimisht thuhet që Shpoti ka qenë në një koncert në Bologna ku nuk është ndjerë mirë, pastaj ka shkuar në dhomën ku po qëndronte me gruan e tij, me cilën kishte shkuar edhe për një çështje tjetër për shkak të djalit tyre i cili ka disa probleme dhe në konsulta me një logoped për shkak se djali i tyre ka disa ngjecje në zhvillim. Kështu që kur ka shkuar në dhomë, Shpati nuk është ndjerë mirë dhe gruaja e tij e ka gjetur, ajo kishte dalur për çështje personale pak nga dhoma dhe kur është kthyer nuk e ka gjetur Shpatin pa shenja jete, ka thirrë më një herë emergjencën e cila kur ka ardhur vetëm se e ka konfirmu vdekjen e tij. Kështu që fillimisht duhet kujtojmë që Shpati ka pas disa probleme shëndetësore më hersh me zemër kryesisht, mirë po çështje jo të mëdha, po themi disa ngjecje të vogla me zemër, ka pas disa shqetësime dhe sfundi ishte edhe me grip. Kështu që në këtë kuptim fati i tij i keq ishte që sulmi ishte, si thua, aq i fuqishëm sa nuk i dha asnjë hapësirë qoftë për të thirrë ndihmën e shpejtë dhe për të dhënë, si me thonë, ndihmën e parë në kuptimin që me shpresën që ai do të mund të mbijetonte mirë, po që nuk e arriti. Në anën tjetër kujtojmë që pothuajse historia përsëritet për shkak se babai i tij pothuajse ka vdekur në moshën e njëjtë edhe me probleme të njëjta shëndetësore. Pra, duket që ka përcjell fati i keq edhe Shpati njësoj si babain e tij. Në moshën 40 vjeçar Shpati, një prej këngëtarëve më të njohur, i cili ka filluar karrierën në vitin 2000, pra vetëm 2000, pra kur ishte shumë i ri, pra e ka filluar karrierën e tij muzikore dhe në këtë kuptim Shpati ishte shndruar në një simbol të muzikës së lehtë shqiptare dhe një frymëzim për brezat e ri për të bërë një revolucion muzikë, gjë që ka ndodhur. Kështu që humbja është jashtëzakonisht e madhe, jo vetëm për familjen, jo vetëm për miqtë e tij, por edhe për si thua, për komplet estradën shqiptare, të cilët e ndjejnë mungesën e Shpatit dhe hitet e tij të cilët do të mund të, nëse ai do të jetonte, sigurisht se nuk do të mungonin. Mirë po, mjaft tashmë nuk kemi çfarë bëjmë, thjesht këngët, muzikat e tij jeton dhe do të jetojë gjithmonë, sepse Shpati ka pas një zë shumë karakteristik edhe ka qenë një prej po themi yjeve të muzikës shqiptare. Po kur thoni që ka pasur probleme me zemrën, ka pasur, po themi, vizita që ka bërë për zemrën, pra si e kemi marrë vesh që ka pas probleme me zemrën? Po i kam informacionet e mia që ka pasur, pra këtë e kanë konfirmuar disa prej njerëzve më të afërt tij, pra. Mirë po jo në kuptimin që ketë ndonjë shqetësim, si thua, në ato përmasa sa të mund të parashikoj një gjë e tillë. Mirë po që ka pasur, kjo është jashtëzakonisht e vërtetë, pra. Shpati ka pasur disa probleme me zemër, disa probleme sipas tyre janë të vogla, mirë po duket që nuk kanë qenë vogla dhe sipas aspektit mjekësor, do të thotë sulmi në zemër apo infarkti asnjëherë nuk është, ne e konsiderojmë befasishëm, mirë po sipas njerëzve të kësaj fushë asnjëherë nuk është i befasishëm, sepse ai gjithmonë infarkti jep disa shenja po të cilat njeriu shpesh i injoron edhe duket që janë shpesh herë edhe nuk i vrejmë për shkak se janë nuanca shumë të vogla, mirë po në kontrollet e shpeshta që nëse do të bënim kontrolle më të shpeshta, ato do të mund, si me thonë, të parandaloheshin në disa raste, jo në gjitha, por në disa raste po. Gjithsesi, Shpati është e vërtetë që ka pas disa probleme me zemrën dhe të cilat duket që kanë qenë vërtet paralajmërim për një sulmin fatal, gjë që edhe ndodhi në Itali.
Fatona, jemi në ndjeni nëse nëse e ka kontrolluar zemrën pas problemeve që ka pasur, duke qenë se edhe babai i tij ka pasur të njëjtin problem. Sigurisht se ka pas, po thënë drejtën nuk dua të supozoj në këtë drejtim, nuk di konkretisht, po e di që ka pasur, se si ka viju veçuria nuk e di, mirë po informacioni janë që ka pasur disa shqetësime në zemër hes pas here, por sigurisht se duhet të ketë shkuar tek mjeku, mirë po nuk e di për më tutje, nuk dua të futem në botën e supozimeve për të thënë diçka që nuk e di, po ajo që e di është kjo, pra që ka pas disa probleme, por shpesh herë si thua për shkak të angazhimeve ndoshta edhe të shumtat e tij, për shkak se ka qenë jashtëzakonisht ne shpesh herë disa si thua gjëra të vogla që na ndodhin shpesh ja lëm ndonjë grep ose gjëra të tilla dhe i kalojmë kështu. Po kupton, e injorojmë mbase jo me dëshirë, po për shkak të rrethonave dhe të angazhimeve të shumta gjëra të tjera. Fatona, trupi i shpatkasapit vazhdon të jetë në Itali. Po në Itali, po kryen atje procedurat se janë disa procedura që duhet të lëshohen nga morgu, pastaj edhe gjykata duhet ta lëshoj një vërtetim, kështu janë procedurat, pastaj do të niset trupi i tij për në Tetova atje ku edhe ka lindur shpati, pra edhe pse kohët e fundit ka jetuar në Shkup, se një kohë kishte jetuar në Tiranë, por së fundi ka jetuar në Shkup, mirë po sipas informacioneve do të varroset në Tetovë ku edhe ka lindur, ku edhe ka edhe prejardhjen e tij. Kështu që unë besoj që për të shtunën ose të dielën besoj që do të kryhet ceremonia martore. Gjasat më të mëdha janë që kjo të ndodhë të dielën, po nëse kryen procedurat më shpejt mund të ndodhë edhe të shtunën. Kështu që shtuna ose diela janë ditët kur pritet që të kryhet edhe ceremonia martore. Sigurisht. A kemi dieni se në çfarë ore ka ndodhur ngjarja? Ngjarja duket se ka ndodhur diku pas mesnate duket, diku në afër orës 12 duket ke qenë. Do thot se deri në ora 10 informacionet unë me sa i kam spoti ka jetuar, pra deri në ora 10 pra të ditës së martë ai ka jetuar, po pastaj nuk ka qenë i qasshëm për njerëz cilët kanë kontaktuar me të nga ora pra e 10 e natës e darkës nuk ka qenë i qasshëm dhe gruaja e tij vetëm diku pas orës 12 duket që e ka hyrë në dhomë dhe e ka parë që shpati nuk po merrte frymë, pra nuk kishte shenja jetës. Pra ka ndodhur diku pas mesnate, është gjetur trupi i tij, mirë po mund të ketë qenë edhe para mesnatës, sepse po them prap, një prej miqve të tij më të afërt me cilët shpati kishte kontaktuar në ora 10 thotë që ka qenë kontakti i tij fundit kur shpati është lajmëruar dhe pastaj nga ora 10 e darkës nuk është bërë i qasshëm, kështu që tashmë nuk dihet, mirë po autopsia sigurisht që do ta përcaktoj edhe sakt këtë edhe kur ka ndodhur, mirë po duket nga ora 22 deri në ora 24, këto 2 orë duket kanë qenë më ato orë ku edhe kur janë më gjasat më të mëdha kur ka mundur që të ketë ndruar jetë. Kur pritet që të dalë autopsia? Po sigurisht se po pritet që të dalë, sepse autopsia bëhet në Itali, del autopsia dhe sigurisht aty do zbulohen edhe shkaqet tjera dhe koha edhe saktë edhe gjëra tjera. Pra shumë pikë pyetje të cilat edhe jo po edhe ne i ngrem si media, sigurisht se do të marrim përgjigje nga autopsia. Por ajo që dihet pra po them është se kjo ka ndodhur diku nga ora 22 deri në orën 24 e ditës së martë. Dhe menjëherë pastaj pasi është kuptuar, disa prej miqve familjarëve të tij nisën menjëherë në Itali për të shkuar. Faton, faleminderit shumë për intervistë dhe për gjithë informacionet që përcakton. Respekt.